Marrëdhënia mes Eglit dhe Gjesit duket se është krisur përfundimisht. Shkak është bërë një debat mes tyre i nisur nga reagimi i Gjesit për një nishan në trupin e Eglit. Pas diskutimeve në Prime, ka qenë Rozana Radi ajo që ka vënë Gjesin para përgjegjësisë se duhet të tregojë dashuri ndaj Eglit Takos, por artisti ka shpërthyer në ulurima duke deklaruar se nuk ka asnjë lloj dashurie ndaj Eglit. Ky moment ka marrë shumë reagime në faqen zyrtare të spektaklit më të famshëm në Shqipëri, ku mes të cilëve edhe ish partnerës së Gjesit, Xheneta Fetahut. Kjo e fundit e ka pëlqyer postimin duke shprehur në një farë mënyrë mbështetje ndaj Gjesit. Me sa duket Xheneta është sy e vesh, duke pritur se çfarë të ndodh mes Gjesit dhe Eglit. Nga ana tjetër na duhet t'ju rikujtojmë se Xheneta ka deklaruar se është mjaft e lënduar nga sjellja e Gjesit pasi u pa në krahët e Eglit. Se çfarë do të ndodhë me ta, na mbetet të presim pasi të përfundojë shtëpia më e famshme në Shqipëri.